Miqtë e mia, ku jemi rikthyer përsëri bashkë, tashmë kam kaluar në këndin e të ftuarit në vilën 24 dhe kam pranë mikun ton tashmë që nuk është më mik i ri, por është bërë i vjetër, mjekun ginekolog, zotin Arben Haxhyseni. Faleminderit që jeni këtu përsëri, ndoshta mes punëve të shumta që keni. Ndoshta kjo vapa e shton pak lodhjen, por besoj që edhe shikuesit kanë falënderimet veçanta për ju, sepse shumë këshilla e munduar t'i japim nëpërmjet televizionit tonë. Gjithashtu dhe unë falenderoj televizionin tuaj, News 24, që i jep mundësi teleshikuesit të marrë informacion për shëndetin e vetë, që në përgjithësi ky informacion për mendimin tim është i mangët, e kam shkruar tjetër. Është i kufizuar. Është i kufizuar dhe mendoj që teleshikuesit dhe të gjithë njerëzit duhet të kenë informacion si në të gjitha fushat, por dhe në mjekësi dhe veçanërisht në ginekologji ku është i qik... Janë më delikate gjërat. Temat janë i qik më të veçanta dhe njerëzit në përgjithësi janë pak më të ndrojtur për të marrë informacion në këtë fushë. Ka momente që janë ende tabu, le të themi, ta themi hapur, kështu që e mira është njerëzit të shkriftohen pak për të mirën e shëndetit të tyre. Një nga problemet, jo vetëm në vendin tonë, po dhe në botë, është ndrojtat që kanë njerëzit të hapin diskutime për fushën e ginekologjisë, sepse kjo fushë konsiderohet pak intime dhe informacioni është shumë i mangët. Prandaj është detyra jonë e neve të gjithëve dhe në mënyrë më të veçantë media si ka një fuqi shumë të madhe që t'japi informacion në lidhje me shëndetin e njeriu dhe edhe për këtë fushë. Po, sot do të përqendrohemi në një tjetër moment. Ne në fakt dhe në emisionet e kaluara kemi prekur pak, po sot menduam që ta trajtoni pak më specifikisht, apo jo? Po. Sot do të përqendrohemi më tepër ke kirurgjia e dyshemes pelvike dhe zhvillimi i saj në vitet e fundit në nivel botror dhe në Shqipëri. Pra, me metoda, le të themi, që dëmtojnë shumë në mënyrë minimale organizmin e njeriut. Po, zhvillimi i madh teknologjik në të gjithë botën reflektohet dhe në zhvillimin teknologjik në mjekësi dhe në ginekologji, në kirurgjinë ginekologjike, dhe ky zhvillim i madh ka sjellë prodhimin e disa lloj rrjetave që pranohen shumë mirë nga organizmi dhe luajnë një rol shumë të madh në korrigjimin e patologjive të kirurgjisë të dyshemes pelvike. Dyshemia pelvike ka disa patologji që nuk e rrezikojnë jetën e pacientit, por e ulin shumë cilësinë e jetës pacientit. Pra, e vështirësojnë e bëjnë të vuaj dhe fatkeqësisht një pjesë e mirë e pacientëve nuk kërkojnë ndihmë mjekësore në radhë parë që janë të ndrojtur sepse e kujtojnë problem shumë intim dhe së dyti sepse nuk kanë informacionin e duhur se si ta kërkojnë këtë ndihmë, ku ta kërkojnë, ku drejtohen dhe të jenë më të orientuar për zgjidhjen e problemit. Prandaj është detyra jonë që t'japim këtë informacion. Kirurgjia dyshemes pelvike merret me disa probleme të rëndësishme. Fillimisht, unë do të filloj me inkontinencën urinare të stresit, sepse është një patologji që njifet pak në përgjithësi, por është shumë e shpeshtë. Dhe njerëzit e vuajnë, gratë e vuajnë, pa u shprehur me vite të tëra, në një kohë që mund të marrë një ndihmë të kualifikuar dhe të rrisin cilësinë e jetës tyre, mos e vuajnë këtë lloj sëmundje. Inkontinenca urinare e stresit është pamundësia për të kontrolluar urinimin. Pamundësia për të kontrolluar urinimin është e disa formëve. Në sforcot të vogla fizike, siç janë kollitja të shtitja, ngritja e një çante pazari, qeshja, pacientja humbet urinë pa e kuptuar. Urinon në mënyrë të pavullnetshme. Urinon në mënyrë të pavullnetshme. Pavarësisht se urinon në sasi të pakët, por kjo bëhet shqetësuese për pacientin, jo vetëm nga ana fizike, po bëhet shqetësuese edhe nga ana psikologjike dhe morale. Kthehet në një stres të vazhdueshëm. Kthehet në një stres të vazhdueshëm dhe e pengon pacientin që të bëjë një jetë normale, sepse gjithmonë është në stresin e frikës së urinimit të pavullnetshëm, kështu që kufizon daljen nga shtëpia, kufizon vizitat, kufizon jetën normale. Kontakti me njerëzit në punë. Vetëm nga ky problem. Në format e lehta është siç e shpjeguam, por ka dhe forma të rënda që humbja e kontrollit të urinimit është shumë më e rëndë dhe pacientja
nuk kontrollon urinën, urinon në mënyrë të pavullnetshme, her pas here, për shkaqe shumë vogla, vetëm kur ngret nga karrike. Po, nga veprime shumë thjeshta. Veprime, një sforcë shumë e vogël, që normalisht nuk duhet të jetë ngacmim për të urinuar. Korrigjimi i kësaj patologjie sot është një korrigjim shumë i përshtatshëm për pacientin, në mënyrë mini-invazive, me kirurgji mini-invazive, duke dëmtuar sa më pak organizmin. Nuk hapet barku, nuk qahet barku. Operacioni bëhet nga poshtë, konsiston në vendosjen e një rrypi të hollë gjatë, që quhet sling, vendoset poshtë uretrës, dhe ajo forcon pjesën e lëshuar të uretrës, e vendos uretrën në pozicionin e vetë, dhe eliminon këtë patologji, këtë problem që nësa këtë problem shumë shqetësues për pacientin. Këto lloj rrjetash kanë një tmet që janë të shtrenjta, por kanë vetëm tek çmimi të metë. Vetëm aty e kanë tmetën. Por janë shumë efektive dhe mënyrat e tjera alternative për të korrigjuar këtë patologji janë më invazive, domethënë kirurgjia është klasike, dhe rezultati është më i pagët. Për shembull, alternative kësaj është një lloj operacioni veçantë që bëhet pa këtë rrjetën e vogël, dhe mundësia për të përsëritur e patologjisë është shumë e madhe. Ekziston prapë. Ekziston dhe është shumë e madhe. Kurse në rastin kur përdoret ky slingu, si quhet, që është i disa formësh, mundësia për të përsëritur është jashtëzakonisht e vogël dhe mundësia e suksesit është 98-99% që pra gabimi ekziston relativisht është përqindje shumë e lartë miksi. Një patologji tjetër shumë e rëndësishme është edhe cistocela, rektocela dhe prolapsi i uterusit. Dyshemia pelvike dhe i gjithë sistemi genital kanë një sistem fiksues, që përbëhet nga tendine, përbëhet nga muskuj, nga fibra, nga fascie, dhe është një sistem i tërë që e mban sistemin ginekologjik, të gjithë pjesën ginekologjike të gruas në pozicionin normal. Kur ky sistem fiksues lëshohet, dobësohet, atëherë ndodh që të dali muri përpara i vaginës që të rreq me vete dhe vezikën, dhe mund t'japet e shqetësime urinare. Lëshohet, pra lëshohet. Gruaja, simptomi kryesor është që gruaja ndjen që i del një topth i vogël nga poshtë. Në fillim, ky topth është shumë i vogël, gruaja e ndjen në momente të veçanta, kur rrin kohë gjatë në këmbë, kur ka ngret pesha të rënda, kur shkon në banjo dhe lahet, e ndjen këtë. Pastaj në qoftë se patologjia, smundja, domethënë progredon, avancon, ajo del më shpesh në sforca më të vogla dhe ka raste që fatkeqësisht nuk janë shumë të rralla, që e gjithë vagina është përjashtë. Dhe neve në praktikën tonë, kushdo nga obstetër ginekologët kanë raste të tilla, dhe që këto ne i konsiderojmë raste të transkuruara, domethënë raste të lëna mbasdore nga vetë pacienti. Nga vetë pacienti, sigurisht. Nga vetë pacienti, fatkeqësisht nga vetë pacienti. Pra një neglizhencë që të çon ajo është një neglizhencë, ajo është edhe domethënë ndrojtje, mungesë informacioni, që dhe njerëzit që rrethojnë pacientin kanë detyrim që ta ndihmojnë pacientin të shkojë të kërkojnë ndihmë mjekësore, sepse këto janë patologji të rënda invalidizuese. Korrigjimi i tyre ka disa mënyra. Mënyra e parë është mënyra klasike. Do më thënë bëhet një plastik anteriore, posteriore, ose antero-posteriore të dyja bashkë. Varet se dhe në ç'grad është besoj. Varet nga shumë faktorë. Po, nga shumë faktorë. Kjo lloj plastike ka anë pozitive sepse është pothuajse pa shpenzime, por probabiliteti për të përsëritur patologjia është i lartë, relativisht i lartë, dhe arrin 30 deri në 40%. Kjo nuk varet vetëm nga teknika operatore, domthonë teknika operatore mund të jetë bërë shumë mirë, por në radhë parë varet nga konstitucioni i organizmit pacientes. Domthonë ka paciente që e kanë ndërtimin e trupit të tillë që sistemin fiksues e kanë të dobësuar shumë. Megjithëse forcohet një,
sistemi fiksues prap nuk arrin ta marrë veten plotësisht dhe ndodh kjo përsëritja. Pra nuk ka mundësi të ndarë rekuperimi vetë organizmi. E ka të vështirë. Në një pjesë të rasteve e rikuperon, në një pjesë të rasteve përsëritet dhe shifrat e tilla që jepen në literaturën botërore, 30 deri në 40% probabiliteti për të përsëritur është relativisht i madh. Është e lartë, po. Alternativa e kësaj është përdorimi i një rjete ginekologjike, që është e disa formshme, që është për pjesën e përparme të murit të vaginës, për pjesën e mbrapme të murit të vaginës, ose për të dyja pjesët njëkohësisht. Vendosja e kësaj rjete krijon një dyshemet të re për vezikën urinare dhe nuk e lejon atë të rrëshqasi poshtë. Kështu që edhe rezultati është shumë i ndryshëm nga metoda klasike, sepse kjo lloj mënyre ka rezultat sukses, domethënë, në 98-99% të rasteve.